Fiks në orën 10, kur edhe ishte paralajmëruar protesta, të enjtën u bllokuan një pjesë e hyrjeve kryesore për në Prishtinë. Donse paralajmëruan për bllokim total përfaqësuesit e bizneseve. Automjetet i vendosën vetëm në 2 korsi të rrugës, e tjerat ishin të lira për qarkullim. Protesta 2 orëshe u thirr kundër vendimit të zyrës së rregullatorit të energjisë, që do të hyjë në fuqi me 1 qershor dhe parashet që bizneset me më shumë se 50 punëtor ose me qarkullim vjetor mbi 10 milion euro të dalin në treg të hapur të energjisë. Përfaqësues të bizneseve thonë se me këtë vendim do të paguajnë çmimin 3 fish më të shtrenjtë. Unë edhe në takimet e mëhershme kam thonë se cili prodhues mund të konkurrojë me 300% të energjisë në treg me prodhuesit regional që na rrethojnë neve. Kjo është diçka e pamundur. Unë e kërkoj jo vetëm nga prodhuesit, po gjitha institucionet, edhe qytetarët, edhe gjithë të jenë me prodhuese, është momentum i fundit ku ne mund të na ndihmojnë neve si prodhues. Në protest, kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës Lulzim Rafuna ka kërkuar reflektim nga institucionet lidhur me kërkesën për shtyrje të vendimit për 1 vit, teksa ka kërcënuar me hapa më radikal. Nëse nuk do të ketë reflektim, protestat do të shkojnë duke u radikalizuar. E vendimin për bllokimin e rrugëve nuk e panë gjë të duhur disa qytetarë. Sa është vendimi i duhur, sa është vendimi, se kur gjos çka kanë bërë, qyre kerët po kalojnë apo shef. Me pa ditë për shkak që është të liruar, edhe unë kisha kaluar, po s'kam ditë, nuk kam lexuar që kam se ne bllokuam totalisht, po s'është. Ose bllokoje 1 orë totalisht ose mos e bë kështu. Sipas të dhënave të ATK-s, 748 biznese kanë mbi 50 punëtor, ndërsa 318 kanë qarkullim vjetor mbi 10 milion euro.